إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falëndërime dhe lavdëratat i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, i cili na begatoi me të mirat e tij të shumta. Salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu në Kur'an: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Si kam kriju njerëzit dhe gjinët për diçka tjetër, jashta që ata të më adhurojnë. Shpjegimi i ajetit: nuk i kam kriju njerëz dhe gjinët jashta që ata adhurimin ta bëjnë sinqerisht për Allah, pra ata njësojnë Allahun në adhurim. Si kam kriju njerëz dhe gjinët për diçka tjetër, jashta që ata të më adhurojnë, pra jashta që ata të më njësojnë. Kjo është esenca pse Allah na ka kriju neve dhe pse Allah na ka pru neve në këtë tokë. Që na të adhurojmë Allahun, që na me adhurimet tona ta njësojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, falënderimi takon Allahu Gjelle Gjelaluhu, i cili na mundsoi fillim dhe mbarim të arrijmë Ramazanin, i cili na mundsoi fillim dhe mbarim të agjërojmë Ramazanin, jashta përjashtimeve të njerëzve të smund dhe kështu me radhë. Alhamdulillah që Allahu në përgjithësi na mundsoi që të falim taravih dhe të bëjmë namaznate, që Allahu na mundsoi të bëjmë disa prej adhurimeve që jashta Ramazanit nuk i kemi bërë. Alhamdulillah, falënderimi takon Allahut. Nëse kena arrit me bëu diçka, ajo nuk është diçka tjetër jashta se një begati, mundësi, shans që neve Allahu na ka dhënë dhe na ka mundsuar me shfrytëzue. Alhamdulillah. Lidhe me këtë pikë të adhurimeve dhe ibadeteve, dhe të ikim një ajet të madh në Kur'an. E ky Kur'an është i mbushur me mësime dhe këshilla dhe me dobi. Në këtë Kur'an Allahu Gjelle Gjelaluhu përmend një ajet të madh, ajet ky i cili flet për një grua e cila ka qenë prej Kurejshve, ka qenë e sëmuar psikikisht. Grua kjo e cila vetë dhe punëtorët e saja apo shërbëtorët e saja i ka obligu që nga mëngjesi deri në mesditë, eventualisht deri në mbrëmje, të marrin ato veglat për tjerdhjen e leshit, me bë pej dhe prej saj, pastaj me qenis, me bë pejt, ka me bë sende të ndryshme. Mirë po kjo grua ka qenë të çmendur, ka qenë në probleme psiqike. Deri në mesditë i ka urdhëru, vetë ka vepru dhe i ka urdhëru shërbëtorët e saja që të veprojnë kështu. Pastaj në mesditë
krejt punën që ka bërë dan ditën, deri në mesditë ka fillu me e prish dhe me e kthy apet në pe. Domethënë ka qenis ndonjë fanell, ka qenis diçka prej diçkait, e ka qenis fort, e ka bërë bukur, e ka mirë, e ka lidh fort, qysh qenisin gratë, qysh kanë qenis plakat e na, çorape, petka, përpjekje dhe kështu me radhë, tamam e ka kry, ka bërë diçka të mirë, në mesditë ka fillu me e prish, derisa e ka kthy në formën që ka qenë më herët. Thot Allahu në surën Nahl: "Wala takunu kalladhi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Mos u bani si ajo gruaja, alladhi naqadat ghazlaha, e cila e prishi të tjerun e saj. E prishi të tjerun e saj. Pra ka tjerë lesh edhe kështu me radhë, ka bo pe, ka punu, pastaj në fund e ka prish. Kështu ta njëtë e ka vepruar. Kështu çdo ditë ka vepruar, ta ditën, ta njëtën. Ka vepruar kështu. E Allah thot, Allahu na drejtohet neve, o burra dhe gra. Allahu ju drejtu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve edhe neve. Wala takunu kalladhi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mos u bani si ajo gruaja e cila e prishi të tjerurën e saj, e kthej në kohën, e kthej në formën e mëparshme. Në çka lidhet ky ajet? Ky ajet në surën Nahl, ku lidhet ky ajet? Ky ajet është në mes grumbullit të ajeteve ku Allahu flet mes marrëveshjes së besimtarit me Allahun subhanahu wa taala. Mes marrëveshjes, mes besën që e ka dhënë besimtari Allahut, se Allahun e ka për Zot dhe se do të jetë i dëgjueshëm dhe i respektueshëm ndaj Allahut. E Allahu në mesin e këtyre ajeteve, në mesin e kësaj tematike thot, mos u bani se ajo gruaja që punoi këtë ditën pastaj mbrëmje prishke. Mos u bani edhe ju sikur ajo. Të veproni disa vepra pastaj të prishni këtë veprat. Kjo ajet është shumë i rëndësishëm në këto ditë e para të muajit Shewal, Ramazan dhe kalon pas. Mos i prishni veprat, namazin e natës mos e prishni, mos e lini. Agjërimin mos e praktikoni. Dhikrin mos e praktikoni. To punë të mira mos i lini, pse po i lini? Pse po i prishni? Pse po i azhësoni? Pse nuk po i vazhdoni? Me e vazhdu të tjerërën tuaj që me do diçka e bukur. Ramazani është medrese. Ramazani është shkollë. Në të cilën shkollë e kena mësu praktikisht taravijën, respektivisht namazin e natës. E kena mësu praktikisht dhikrin. Na kena ditë teoretikisht e dim, mirë po në Ramazan praktikisht, apo? E kena mësu praktikisht leximin e Kur'anit, e kemi mësu praktikisht qëndrimin me kohë të tëra në xhami, e kemi mësu praktikisht vllaznillokun më tepër në safet e xhamis dhe pas namazit, e kena mësu praktikisht pendimin te Allahu xhel xhelalu, i kena mësu këto gjëra. E tash kjo që kena mësu në Ramazan duhet ta manifestojmë pas Ramazanit. Mos dalim prej shkollë pastaj në fund atje ngelafsha. Qysh i bie kjo në Ramazan me qenë me shumë ibadete dhe jashtë Ramazan me qenë pa ibadete, është njëjtë sikur me kry një farë shkollë dhe në fund s'di kur gja. S'ke fitu kur gja, s'ke arrit kur gja, edhe kështu me radhë. Mos u bani se ajo gruaja e cila e prishi të tjerurën e saj. Na kena dhënë besë Allahu xhel xhelaluhu. E mbajmë men, ose nuk e mbajmë men, e mbajmë, ose nuk e mbajmë, kjo tematik tjetër. Mirë po na e kena dhënë besën Allahu xhel xhelaluhu. Ka thonë dietarët, një prej mendimeve të dietarëve, njerëzve, Allahu hiç mos më çu pejgamber, va kanë ngrit argumentin me natyrshmërinë e tyre të pastër. Hiç mos më dërgu pejgamber, hiç. Mos më ni kur për Kur'anin, mos më ni kur për pejgamberin. Shpirtat tonë, kur na ka nxjerrë Allahu prej shpinës së Ademit alayhis salam, na e kena dhënë besën Allahut subhanahu wa taala. Na e kena harruar, po kjo problemi jonë është.
Pastaj Allahu me këtë besë na kriju neve në dëshmëri të pastër që mos mi bësh shirk Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një prej mendimeve të dietarëve. Na kena dhënë besë Allahut subhanahu wa taala. Wa idha khadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إن شاء الله أشكر الله واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إكاليذ الله نهار marrveshën tonë me Allahun dhe pastaj ka përmendur se ka edhe njerëz që ma i këna quë dhe ilm, edhe pejgamber, pa të e kanë larë. Allah në rujtë. Për këtë në momenti kër Allahu nxjerri shpirtat prej shpinës së Ademit a.s. dhe i bani që ata t'jenë dëshmitar kundër vetës së tyre, pra na, krejt, komplet, alastu bi rabbikum, Allah me ka thonë edhe, a nuk jam unë zoti juaj, qalu bela, të gjithë na kena thonë, po, ti e zoti jonë, shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kanë me shpjegim, kanë thënë me laçet, na jena dëshmitar që mos vinë nesër ditën e gjykimit me thonë se kena ditë. Ose të thojnë inma ashraka abauna min qabl. Baballarët tonë kanë bërë shirk më herët. Wa kunna dhurriyatan min ba'dihim. Edhe na nuk ishim diçka tjetër jashta, pasas i kena pasu ata. Afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. A kena na shkatru neve për shkak vepra që i banën njerëz të këqij? Allah thot: "Wa kadhalika nufassilu al-ayat." Na kështu i shtjellojmë, i shpjegojmë ajetet me shpresë që njerëzit kthehen te Allahu. Tash kjo meselja e marrëveshjes tonë me Allahun xhel xhelalu. E Allah prej drejtësisë së tij absolute, urtësisë së tij absolute, na ka thënë pejgamber. Çfarë thot Allah pastaj? Thot: "Kallxoju atyre, watlu alehim." Të regojë atyre informacionin e ati të cilit na i adham argumentet tona fenselekha minha aju të zhvesh për argumenteve u bo bashk me shejtanin dhe ishte prej të devijuarve. E këna mbajt një hutbe para kër ishin zgjedhjet në Kosovë për Belamin, i cili e ka dit emrin më të madh të Allahut subhanahu wa taala, e pastaj këtë begati që ka mundsuar Allah e ka shfrytzuar kundër Musait alayhis salam dhe Allah e ka shkatruar. Allah na rujt. Mirpo Allah çka po na thot neve? Apo këshire, ajetet ta shpjegojnë njëna tjetrën. Ajetet nuk mirën mu për plas njëna me tjetrën. Ajetet mirën për mu shpjegu njëna me tjetrën. Një grumbull ajete për na tregojnë neve se na kena marrëveshje me Allahun. Do ajete tjera shka kujtoj neve? Na përkujtoj neve. O ju burra dhe gra, keni kujdes, mos u bani si ajo gruaja që ka punu tanë ditën dhe pastaj ndrome ka prish krejt. Pastaj është qunë mëngjes, ka fillu apet punën e njëjtë, terin mes ditë, pastaj në mesditë ka prish apet. Gjithë jetën kështu. Gjithë jetën kështu. Tash çysh është hiç s'po shkojna më tepër. Çysh është java e parë pas Ramazanit në neve. Apo? Na vjen marrë. Ta vjen marrë me kallëzua. Veç java parë. S'po flasim vite të tëra që ka kalu neve si ka qenë gjendja pas Ramazanit. Po flasim për çka javën e parë. Kena bo namaznate, dikush ka qajt namaznate, dikush në është tërqet trupi për leximit të Kur'anit, dikush është pendu te Allah me adhurimet nga më të ndryshme. A kanë ngel diçka prej atyre adhurime pas Ramazanit? Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Si kam kriju njerëz dhe gjin për diçka tjetër, jashta që ata të madhurojnë. Ja ayuha alladhina amanu atiu Allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. O ju që keni besu, nënshtrojeni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe mos ia ktheni shpinën. Dhe mos ia ktheni shpinën duke dëgjuar. Duke i një argumentet, duke i dit punt. A kështë veç me i një, para me ndo me i shiju disa argumente. Para me ndo disa adhurime dhe disa nënshtrime ndaj Allahut me i shiju. E ki shiju të është knaqë loçka e zemrës. I kiron sejsh dhe Allahut ke qajt jetë shmal ma Allahun gjele gjelalu.
Parano pas kësaj me kthi shpinën. Edhe me haru namazin e natës deri në Ramazanin tjetër. Kjo është më vështirë, apo? Kjo është edhe më rëndë. Kanë thënë dietarët, kerameti më i madh, kerameti më i madh që Allahu ja jep besimtarit është vazhdoshmëria në punë të mira. Al-istiqame, qëndrueshmëria në punë të mira, me qenë i vazhdueshëm. Namaznate, krejt adhurimit e Ramazanit, jashtë Ramazanit me i bë. Tash para mendoni adhurimet e medresës së Ramazanit me i bë jashtë Ramazanit një vit. Kur vjen Ramazani, kur vjen Ramazani tjetër, do të bëjmë me lejen e Allahut shumë më shumë punë. Pastaj me ato punë shumë më shumë, dalim jashtë Ramazanit, vazhdojmë një vit. Do të vazhdojmë vit pas viti, derisa të arrijmë gradën e devotshmërisë dhe të afrohemi shumë me Allahun subhanahu wa taala. Mirë, po neve çka na ndodh me vitet e tëra që na i kalojmë në Ramazane. Na futemi në Ramazan, e shtojmë dozën e adhurimeve, dalim për Ramazanit, kthehemi aty ku kemi qenë ose më poshtë, për tan vitin. Hyn Ramazani, hypim nalt, vjen Ramazani, e zbritim edhe shkojmë kështu rrotull. Na nuk shkojmë kështu rrotull me hec përpjet. Na sillemi në vend për fat të keq. E kerameti, begatia më e madhe që Allah ta ka mundsuar ty, edhe mu, edhe besimtarit, është nëse Allahu na ka mundsuar me qenë të qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Kështu çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sahabijës. Erdhën sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Kulli fi al-islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." I tha pejgamberi sallallahu. Pyetje e shkurt, përgjigje shumë e shkurt, ama manaja një jetë e tërë me lodhë dhe raskapitje në nështrim dhe Allah dhe pejgamberit sallallahu. Tha, më ka do një fjalë në islam që s'ka me pas nevojë me viti kanë tjetër më për diçka. Shkurt. Ka do çka të bëj që ta dimot për ta jetën. Ma jep një definicion ta kem për ta jetën, mos kem nevojë mundon se cilën me bëj pastaj pasteja. Çka i tha pejgamberi? Shkurt, shumë shkurt. Tha, kul amantu billahi thumma istaqim. Thuaj, i tha sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha, thuaj, besova në Allahun, pastaj qëndro. Kjo me qëndru është shumë e madhe. Kjo me qëndru, kjo me vazhdu është shumë e madhe. Tha Allahu subhanahu wa taala, kur erdhi të ky ajet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi të ky ajet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më ka thinjur surja Hud dhe motrët e saj. Te cili ajet e tha këtë fjalë? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. A dini sa e madhe kjo vazhdim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, më kanë thinjur surja Hud dhe motrët e saj. Te cili ajet e tha? E tha te fjala e Allahut, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Kjo punë e madhe. Kjo e ka thinjur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë madhështore për kanë? Për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I tha Allahu, fastaqim kama umirt. O Muhammed, qëndro, bëhu i vazhdueshëm, bëhu i qëndrueshëm. Në çka? Në atë që je urdhënu. Bëhu i qëndrueshëm në atë me të cilën je urdhënu. Ti dhe ata që janë pendu me ty. Wala tatghaw. Dhe mos i kaloni kufit. Kalimi kufinit bëhet ose duke vepruar harame, ose duke i lënë obligimet. Shkelet kufinit. Të dyat janë vijat kuqe. Në qoftë se bëjmë harame, e kemi kalu kufinin. Në qoftë se nuk i realizojnë urdhat e Allahut, e kemi kalu kufinin. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ata të cilët tha, Zoti jonë është Allahu, pastaj ishin të qëndrueshëm. Kjo të qëndrueshëm, vllazni, mos ta keq kuptojna. Dikush prej neve kapet për një mesele, për një çështje, prej çështjeve të dinit të Allahut, dhe atë çështje e më mirë. Pastaj çështje tjera, Allahu musta'an. Dhe thotë, unë jam i qëndrueshëm, unë kum qëndru që 50 vjet në fe. Unë kum qëndru në këtë rrugë. Ama veç me një mesele. Jo.
për qëllim është me qëndru zbatimi krejt asoj që në Kur'an. Kjo për qëllim me qëndrua. Kjo nuk është për qëllim kamunisht për një mesele që tu ka, por tjera të s'ka lidhe lej, jo. Allahu i ka thonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fastaqim kama umirt. Qëndro në atë të cilën e urdhnu. Në çka ka urdhnu? Kurani komplet ka ardhur. Na me çka na urdhnu? Kurani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Deri ku? Deri min al-jinnati wan nas. Komplet për fillim deri në mbarim kjo. Me këtë këta i na urdhnuna. Hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të sakta që kanë amrit te na, me krejt ato na i na urdhnu. Nuk na lejohet neve, nuk na ka hije neve si besimtar me thon i na kap na fort për shumë mesele. Punë tjera, mesele tjera, alhamdulillah, ka be mirë, mos e lëshos, super. Ama dhe punë tjera. Edhe zbatimi i punëve tjera nga Kurani, prej obligimeve dhe punëve vullnetare, dhe reagimi prej harameve dhe prej mekruheve, është kërkuar prej neve. E Allah është ka tha, ata që thanë Zoti jonë është Allahu, pastaj qëndrua, momentin e vdekjes me la që të vinë grupa dhe i thojnë, Allah te khafu wa la tahzanu, mos u tutni edhe mos u mërzitni. Pra mos u tutni me atë që do të ballafaqoni tash, vazhdim. Nata e varit, jeta e varit, gjykimi dhe kështu me radhë. Dhe mos u mërzitni për familjar që keni këtu në dunja. Allahu është me këtyre tyre. Wa abshiru bil janna. Ha? Për gëzimin, tash lodhje po, raskapitje po, ule shikimit po, me u me fal në namazin xhamie, me fal namazin e me adhuru Allahun, me dhënë zeqat, këto këtë punë janë që lipin prej neve një fal investimi, një fal lodhje. Po kjo lodhje një ditë mbaron. Kur mbaron? Në çkëtë moment. Kjo lodhje sosot, kryhet. Kur kryhet? Kur velet që me lejku, kur vinë qëto me lekt, me na thonë, Allah në vëfrej tyre, wa abshiru bil janna, dhe përgozohur në një xhennet, të cilin i premtu nga Allah s.w.t. Ose s'ma vete. Na nuk duhet me haru. Na defekt në kemi se na e harojmë për çka i bëjmë këtë punë. Punë që na i bëjmë, vepra që na i bëjmë, të këqijat nga të cilat na jena largue. Kjo pazarllëk, na kena hyrë në pazar me Allah. Na jena duke investu. Për çka me fitue? Çka po dojmë na me blej? Për xhenetin. Ti kur e fal namazin, namazi jot është investim. Pazar me Allahun je. Kur e fal namazin, ti je në pazar me Allahun. Çka i tu blej? Çka i tu blej? Xhenetin të blej. Këta s'du të me harrua. Kur të është në pyetje xheneti, që të ka imi në poezi? Kur ta din kërkuesi i hyrive se çka është të lyp, s'ban pazar për meher. Kur ta dish që të lyp, ty s'ban pazar për meher, sa lira kemi thonë. Ty të di që sa i libe kejt meri, s'o problem. Të shkruash pyetje xheneti, tu s'ka pazarllëk me bo, ama kësha ban pak ma lirë. Mo kejt jepi, kejt çka ki. Çka do që t'japsh ti s'ki up kur gja. Ti s'ki up kur gja. Edhe në qofë se ki dhanë, ta dish që Allah i ta ka mundtu me dhanë, se s'munësh me dhanë vetë. Mirë po nazë, këtë s'du të me harua, xheneti më konë për para. Kur ta falim namazin, këtë vakt jam të upë për xhenetin. Kur ta hapim zekatin, këtë pasuri që unë jam lodh, jam raskapit, jam dërmu të punu, jam të nxjerr tash zekat në pasuris, amba këto jam të blet xhenetin. Kur të bëjmë dhikr, jam të blet xhenetin. Kur ta ulim shikimin, jam të blet xhenetin. Edhe kështu me radhë. Edhe kështu krahasoj këtë punë tjera pastaj. Që me qenë të vazhdueshëm. Pra në nështrimin ndaj Allahut, adhurimin ndaj Allahut, në nështrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është fest prej festave. Nuk është fest me një kohë caktuar dhe kryhet. Usos Ramazani, u krymo, çaq. Mbaroi gjithçka. Dita e Bajramit një fest tjetër, mbaroi edhe ajo. Jo. Në nështrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është adhurim për ta njëjtën. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tant, sa me adhurua? Sa po thuni me adhuru? Çka lip Allahu prej neve? Sa me adhuru Allahun? Sa me investu te Allahu subhanahu wa taala? Adhuroje Zotin tant derisa të vere vdekja. Derisa të vere vdekja, deri në vdekje adhuroje Zotin tant. Bani ibadet Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu jalla jalaluhu: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Thuaj,
namazi jem. Thuaj, o Muhammed, namazi im, kurbani im, jeta ime, jo Ramazani, jo Ramazani, jo nata e Kadrit, jo 6 ditë e mujt Sheval, jo 10 ditë e Dhulhijhes, jo filan nata dhe filan dita, jo filan qasti dhe filan koha, jo, jeta ime, komplet jeta. Sa jeta, komplet jeta jote. Besimtari në qoftë se bje me flet dhe e ban një jetë, me pushu, që mu ngrit, me fol namaznate, që trupi ti më qeni pushu shumë, edhe kur të fleje, është të boj ibadet. Mujahidi që lufton fi sebilillah, a edhe kur flej shumë se vape. Kur flej shumë se vape, kur hap buk, i shumë se vape. Çka të boje për dhe sa është gjat, i shumë se vape atina. Jeta komplet. Nuk jena të përcaktuar për një kohë caktuar, në një vend caktuar, në një periudhë caktuar. Kul thuaj namazi jem, kurbani jem, jeta ime, komplet jeta. E çfarë jeta jonë çish është? Jeta jonë është në raport me njerëzit, është në raport me shtëpijës, jeta jonë është në shtëpi, jeta jonë është jashtë shtëpijës, jeta jonë është shitës, jeta jonë është blerës, krejt sferat e jetës, edhe kur blen, edhe kur shet, edhe kur jep qik, edhe kur merr qik, edhe kur marton, edhe kur ban talat, çka do që të bëjsh? Do të qenë për Allahun subhanahu wa taala. Do të qenë për Allahun. Pra, do të qenë çish ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Do të më e bëj jetën tonë çish Allahu ka lu prej neve me realizu. U kryma vete. Wa mamati lillahi rabbil alamin, edhe vdekja ime për Allahun Zotin e botrave, la sharika la. I cili nuk ka ortak, i cili meriton të adhurohet pas tij. O bidhalika umirt. Shëra? Kjo nuk ka muhabet. Kjo nuk është muhabet, ky ajet. Nuk është muhabet që thuhet në hutbe prej hoxhës dhe xhamatin dëgjon. Kjo nuk ka kështu. Çka është? O bidhalika umirt. Me këta jam urdhëruar thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu Allahu i ka thënë, na thon neve. Thujva atyve që namazi jot, kurbani jot, jeta jote, vdekja jote, e krejt këto, edhe për ata me qenë të njëjta, me këto jam urdhënuar. Urdhë për Allahut, Allah ka vë urdhën që jetën me realizu Allahu çish ka thënë. Vdekjen me vë çish ka thënë Allahu, kurbanin çish ka thënë Allahu dhe për Allahun. Namazin çish ka thënë Allahu dhe për Allahun subhanahu wa taala. Pra Zoti i muajve është i gjallë, pa fillim dhe pa mbarim, i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Zoti i muajve është edhe pas Ramazanit. Zoti i muajve ka kërku prej neve që me adhurua edhe pas Ramazanit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna sharra an-nasi dhul wajhayn. Njeri më i keq është dyftyrshi. Njeri më i keq është dyftyrshi. Kur takohet me disa e ban një fytyrë, kur takohet me të tjerët e ban një fytyrë tjetër. Kjo është njeri më i keq. A ka mundësi me u bë pjesë e këtij hadithi edhe na, kur të vjen Ramazani me qenë ndryshe, jashtë Ramazanit me qenë ndryshe, a i bie kjo një farë dyftyrllëki? A duhet me pas frikë na helbet mos më përfshihemi në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Abdullah ibn Amrit, ja Abdullah, la takun ka fulanin, mithla fulanin. O Abdullah, mos u bambe si filani. O Abdullah, mos u ban si filani. Falke namaznate, çtash e kalon namazin e natës. Kështu i ka thënë hadithi te Imam Buhariu dhe Muslimi është. Ha? Kjo këshill vjen për neve. Zinat që pejgamberi sa me kipër para vetë dhe thonë, o filan. O filan, mos u bambe si filani. Falke namaznate edhe e la. Ama çajt filanin që e ka marrë për shembull pejgamberi sa për me këshillu Abdullahun, krejt najn, apo? Supozimisht, kishmi qenë kone pejgamberi sa na, kishmi thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullahut, mos u bas që këto qertë. Mas Ramazan të lë namazin e natës. Vazhdo fal namazin e natës. Ha? E vështirë kjo, subhanallahu. Kjo është e vështirë. Çfarë tha pejgamberi?
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr. Dua ka bo pejgamberi sastë. Më kishë farë duaja e madhe që na korbe nuk e bëjna këtë dua, subhanallah. Ose rrallë për madhe. Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr. O Allah, te ti kërkoj mbrojtje prej paksimit pasi që mushtua. Me një shpjegim, te ti kërkoj mbrojtjen tane prej të keqës pasi që bësha mirë. Apo thon ndryshe, te ti kërkoj mbrojtjen tane prej devijimit pas udhëzimit. A nuk përshimi në këtë pjesë të ditë pejgamberit së që në Ramazan e kena ullë shikimin pastaj e kena lëshu, që në Ramazan kena lëzu Kur'an pastaj e kena haru, që në Ramazan kena bo namaznate pastaj e kena lanë, që në Ramazan kena agjëru pastaj e kena praktis. A nuk kena pjesë e kësaj? Prej kësaj, që për neve është shumë e thjesht, prej kësaj ka kërku mbrojtje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o të rrotulluesi zemrave, ma përqendro, ma forco zemrën time në rrugën tane. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr wal azimata ala ar-rushd. Këta në doa që ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbrojtur nga ana Allahu xhel xhelalu prej devijimit të bekejtve dhe të falura krejt i ka pas. Megjithatë i ka bëu këto dua me na mësuneve. I tha Allahu subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr. O Allah, prej teje kërkoj që të më mundësosh të jem i fort, i qëndrueshëm në udhëzim. I qëndrueshëm në udhëzim. Dhe prej teje kërkoj që të më mundësosh suksesin dhe vazhdimshmërim në nxitimin e punëve të mira. Suksesin dhe vazhdimshmërim. Pse? O ma tawfiq illa billah. Suksesi im nuk është prej dikujt tjetër pas prej Allahut subhanahu wa taala. Këto ajete, këto hadithe duhet mi lidh në jetën tonë përditshme, edhe të vazhdojmë edhe pas Ramazanit me adhurimet që i kena bërë në Ramazan. Elusim Allahun që Allah të mëson gjendjen tonë. Elusim Allahun që Allah të falë mëkatet tona. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.